Miq të dashur, dje dhe sot pothuajse janë stërmbushur jetët sociale me postime nga deputetët që tani pritet të fillojnë mandatin e tyre, derisa po nënshkruajnë aktet për cilat duhet i bëjnë me një farë krenarie të rregullon të veshën në mënyrë ekstreme, dikon që shihet që i përkas një klase bukur të lartë në aspektin financiar, mirë po shumë rrallë pam që shprehen falënderim për votuesit. Nëse kjo nuk është edhe çështja kryesore e temës. Tema është nuk pa asnjë të vetëm që shprehu ndonjë keqardhje për procesin e të zgjatur që prej datës kur janë bërë zgjedhjet e deri me tani, po ashtu deputetët të cilat tani sa muaj marrin paga pa punë fare, dikon 1600 apo sa kanë pagën, aty diko. Mirë po nuk shpreh ndonjë keqardhje që deri tani kanë marrë pagë pa punu, pagë të cilën e paguajmë ne si taksapagues. Edhe kjo nuk ka diçka shumë e rëndë. Ajo mu që kam bërë të ndihem keq, shqetësues, që për tërë këta muaj, të cilët e kanë pas pagën dhe shumë beneficione tjera të garantuara, nuk pash asnjë që bëre një postim që këta muaj, këtë vakum të punës tyre, të kenë bërë diçka në të mirën e komunitetit, shoqërisë apo të shtetit. Nuk pash një kandidat, nuk pash një deputet që doli dhe tha të dashur bashkëvendas, për këta muaj pras zgjedhjeve nuk kam qëndruar kot, e kam bërë këtë organizim, këtë punë, kam organizu me rregullu këtë shkollë, këtë obar, këtë ambulant, këtë ujësierës, këtë ambient, këtë park, këtë kopsht. Kemi organizu një grup me dhuru gjak, apo çfarë do forme diçka e cila në mënyrë humane por tregon që nga ndërgjegjja e tyre nuk kanë kaluar kohën kot. Do të thotë krejt çka pam që për krejt këta muaj kanë qëndru krejtësisht pasë, krejtësisht duke u përgatit qysh mu duk më mirë datën kur do ta dhanë betimin, duke i marrë të paga, duke i shpenzu kuptohet për interesat e tyre personale apo familjare, mirë po nuk pam që kanë bë diçka, pozitë s'ka lidhje, që kanë mujt, me që se kanë pas pagën të siguruar, kanë mujt kohën tjetër të lirë me kalu këto javë këta muaj me bën diçka për të mirën e përgjithshme, e me shërby pastaj si model për të tjerët, ndërsa me dëshmu natyrisht që vërtet brengosen për komunitetin, për shoqërinë, për shtresat e dobta, ashtu siç duken kohën e fushatës. Qyrës së tjera shkohen mbrapa suj me kthym mirë, po është mirë që tani tutje të bën pak më aktiv, sepse pagat i marrën, besimin e kanë, respekt në autoritetin, mirë po krahas tyre të bojnë edhe diçka, të identifikojnë ndonjë problem, ndonjë ide, të marrën ndonjë veprim, i cili mund të merret si model. Edhe të ardhmen kur janë zgjedhjet e tjera, pavarësisht kur janë, pastaj kanë çka na tregojnë, mirë po dhe ne kemi çka ju kujtojmë kohën kur nuk ka pas zgjedhje.